Sociale është komentu shumë mënyra që është i flet. A flet edhe në jetën e përditshme, në gjuhën standarde, që është flet nëpër intervista? Mundohem të flas, jo domosdoshmërisht, nuk është edhe konkretisht që e flas gjuhën standarde, sepse herë flas një gegërishte pak më të themi më letrare, por më pëlqen kështu e sidomos në televizion mendoj që duhet edhe të themi të drejtën më lidhet me profesionin sepse jam juriste edhe e kemi me ligj të flasim gjuhën standarde, po thyeva rregullin non si një avokate e arshme më pas pjesa e profesionit nuk do më besohej edhe aq sa duhet. Pse kjo dëshirë juvja që mos me bani dasëm, kur Miria dhe Naimi ju knojnë as shumë çifteve? Pse ju vendos që me lan vetëm e fijës, mos me realizu dasmën? Kemi vendosur kështu bashkë me platorin, normalisht, për shkak se ne vetëm bëm një fejes, siç po e thua edhe ti, e që fejesa ishte goxha kështu e madhe, edhe besoj që kaq mjafton, sepse po të bëj dasëm, do të bëhet diçka e përsëritur edhe i vetmi dallim do të jetë unë me një vello të bardhë që besoj që me ca fotografi mund ta realizojmë kështu si një moment të bukur të kurorëzimit. Vetëm mua dhe platorit e më pas kur është koha për ta ndarë me këtë lajme të tjerët patjetër që me plot kënaqësi edhe e ndajmë. Besoj tash mas promovimit të librit Karriera, zhvillimi i karrierës, është një herë në planet të tua më të afërta, apo? Kjo pjesa e librit është pasioni im, që është një ëndër që është realizuar, edhe është një gjë shumë e bukur të them të drejtën, sepse kur ëndrat realizohen aq më pak ato fëmijërore, të bëjnë të ndihesh të lumtur nga brendësia jote, po unë synoj dhe vazhdoj që qëllimin kryesor ta kem në drejtimin si një juriste e ardhshme, një avokate e ardhshme, e kjo pjesa është e zhvillimit të karrierës që është fokusi numër 1 tek unë. Po normalisht edhe pjesa e shkrimit, e pikturës, mbetën gjithmonë pasion, ajo pjesa e artit tek